Mirë se venim për jetimet pa shprehuna, aty ku nxjerrim dritë, rrëfime që mbajnë veti forcën, dhimbjen e inspirimin që i japin jetës kuptim. Sot kam kënaqësinë me pas musafir një figurë të veçantë, Hoxhën Ekrem Abdiu. Një njeri që në jetën e tij ka dëshmuar çka do të thonë me pas besim të fortë që ndresën sfidat më të rënda. Prej medresës në Dugaxhin, Universitetin e Medinës e deri te përjetimet e izolimit në burgun e Pozharevcit, Hoxha Ekrem sjell me vete një udhtim të jashtëzakonshëm. Sot kemi rastin me dëgju prej tij këto përjetime të thella plot vlerë, sa të prekshme aq edhe frymëzuese. I nderuar, mirë se erdhe dhe faleminderit që je sot me neve. Faleminderit edhe juve për konsideratën. Realisht përgjigjet në ftesat caktume janë obligimi yni. Do të thonë, kur na jepet mundësia me thonë diçka e kemi bërë me u përgjigj, kështu që ju uroj për punën që po bani. Inshallah kalojmë mirë edhe në këtë bisedë. A mundesh me na tregu çka të kujtohet prej kohës kur ke filluar medresën dhe çfarë ndikimi ka pas ajo në formimin tënd si person? Padyshim që do të thoja mbase edhe që të gjithë njerëzit është kështu, jo vetëm te unë, po shkollimi i mesëm që për fatin tim të mirë ka qenë medresën Alaudin, ka pas ndikimin bazik, kryesorin edhe më të madhin në formimin tim të më të tjeshëm. Ka qenë një themel, një nismë shumë e mirë dhe shumë e mbarë, që padyshim që ja kam pa hajrin shumë. Por më duhet të pranoj se kur i kam fillu mësimet medresën Alaudin, kam qenë 15 vjeçare dhe atë botë nuk është se kam qenë i vetëdijshëm për atë që ka mundet me ofru medresja. Por kam pas fatin se jam djalë hoxhe, kështu që edhe babai im ka qenë hoxh, madje ka qenë shumë i përkushtuar në misionin dhe profesionin e vet njëkohësisht. Ka pas shumë dëshirë që fëmijët e tij me eduku në frymën islame, gjë që e ka bë padyshim, dhe ka pas dëshirë që njërin prej djemve të paktën, prej 5 djemve me bë hoxh. Në vitin 1985, pasi kam përfundu shkollimin fillor, kam konkurruar në medrese, konkurenca ka qenë e madhe, atë botë pranoje vetëm një nxënës për një komune, unë nuk pata fatin të pranohesha, personalisht po e pranoj këto, nuk po presh shumë qefi, se nuk është që isha i vetëdijshëm për vlerën e asaj, në çka insistante babai im, rahmet past. Pastaj përfundova një vit shkollës mesme, në gjimnaz që i thonim. Pastaj babai insistoi, tha, të provojmë edhe një herë, duke qenë e kam pas një afërsi të madhe me te dhe kur një herë njët nuk i kam thonë jo, si me thonë me një përqindje të vogël dëshirës, i kam thonë e provojmë si të thosh ti. Edhe ishte fati, deshi Zotit që atë botë u pranova në vitin 1986, edhe gjatë atyre viteve të shkollimit medrese, padyshim që ato gjanat më të mira dhe më interesante, elhamdulillah, i kam mësu edhe realisht ato mësime kanë vazhduar me më shoqëru deri sot. Qysh je ndjek kur e ke mbajt hutbjen e parë në xhaminë e babës tënd? Edhe çfarë përvoje ka qenë për ty me shërbyer si medresant në Dugaxhin? Po flasim për një kohë që kanë mbretëru rrethana kritikisht tjera. Po flasim për një kohë kur s'ka pas rrjete sociale, s'ka pas literaturë, s'ka pas, po menoj, për një mend gjanat jenë kanë shumë më të thjeshta, më modeste, ka pas më tepër përzemërsi edhe për kushtim, mbase ka pas më pak, po them, nevojë edhe arsye për shtirje. Baba jam rahmet past, duke qenë se ishte imam aktiv në xhaminë e Haxhi Veselit, derisa unë isha në medresën Alaudin, filloi prej se dola në vit dytë në medrese, edhe pse unë dija me lexu Kur'an, edhe para se me shku në medrese, por dija me një nivel mesatar, bile më kujtohet një situatë është pak çesharake kur shku në medrese në fillim, ditët e para, erdhi lënda e Kur'anit, ora e Kur'anit, edhe po pyet profesori, kush din për ju me lexu Kur'an? Edhe i ngritëm duart na disa që dinim para se të mësojmë medrese, të lexojmë Kur'an. Edhe i tha njëri, lexo ti, lexoj ai, me një lexim mesatar ashtu, lexo ti, edhe kur erdhi rradha të lexoj njëri prej xhallarëve që tash është i njoftën në Kosovë, lexoj shumë bukur. Edhe lexoj aq bukur saqë mua më kompleksoi edhe kur erdhi mas ti rradha, kush din tjetër unë nuk e ngrita dorën se thash, mas këtij është pa lidhje që të lexoj unë. Sidoqë të jetë fillu mësimet, përmirësum leximin e Kur'anit, mësum do rregullat të tajvidit, edhe erdhë hesapin vit dytë një mëngjes, po më thot baba jem,
po të qes imam namaz sabahut në xhami. Xhamia e Gjueselit tradicionalisht ka pas shumë xhamat. Edhe në atë kohë, domethënë ka pas xhamat shumë, ka pas njerëz edhe të kënushëm që ju kanë thonë, edhe tash unë isha edhe kam qenë hallig edhe për nga shëndeti, edhe mosha dikon as 17 vjeç jo. Edhe dola imam, fillova me këndu elhamen, e këndova diqysh, hajt surën ad-duha në rekatin e parë, fillon ato përjetimet, ai ndryshimi i zanit, ndryshimi i frymëmarrjes, më nxeqita në fund, shkova në rukun sejdë, u çova në rekat dytë, prapë këndova elhamen edhe këndova surën Ikhlas, kul huwallahu ahad. Përfundoi namazin, e krytëm ato ceremoni, ashtu kthy në shtëpi, unë nuk po i them babës qysh isha, për arsye se s'kisha kurfar vlerësimi për atë kushtimisht për atë performancë timen, por ai ka qenë pedagog, realisht ka ditë me të inkuraju edhe me të motivu. Tha, mashallah, tha, mirë tha ke, vestan reqat dytë e le shkurt, vallahi thash, masi s'më qoj shpirti, thash shumë mirë që mujta me e qu deri te selami. Mas një kohë, pastaj, dikon në fillim të vitit të tretë, më ka qitë në hutbe. Tha përgatitu këtë javë se në xhumat i kime e majtë hutban, edhe ajo ishte sfidë shumë e madhe gjithsesi. Sfidë edhe për shkak të moshës time, edhe për shkak të formimit tim, ose të paformimit, ma mirë me thonë. Sfidë ishte edhe për shkak se s'kishte literaturë, ti dëshiron me u përgatit, po ka me u përgatit. Megjithatë u përmlodha diçysh e bona gati një farë teme, gjithsesi ligjëraja shqip. Edhe prej aty pastaj në çdo pushim që kam pas, alhamdulillah, aty dola me sukses, me një fjalë, nuk e maj mend çka kam thonë, po e maj mend se kam pas shumë vetbesim, dhe Allah më mëshiroft babën tim, ai ka investu shumë në këtë vetbesimin tim, edhe s'po du me thonë këtë që jam sot, se sot që kam arrit ndonjë gjë, po megjithatë, ato pak që kam arrit, merita kryesore, masallahu të fuqi plot i shkan babës tim. Pastaj, po ashtu gjatë vitit të tretë të mësimeve në medrese, që ishte 4 vjeç atë botë, në Ramazan ishte një tradit interesante që ka humb tash. Në Kosovë ka qenë një tradit që pothuajse shumica e fshatrave janë organizu për të falë taravit, edhe ato fshatrat që s'kan pas xhami. Janë mbledhur njerëzit në për oda, në për shtëpi të ndryshme, edhe tash për mi falë taravit, tash me pas hoxhallar. Hoxhallar Kosova nuk është se ka pas shumë, kështu që i mirnin nxënësat e medresës, viti i 3 dhe i 4, medreseja e bante pushim Ramazanit, edhe u kanë, si me thonë, si rregull i pashkruar, që nxënësat e medreses të shkojnë në teren në Ramazan. Ajo padyshim që ndikonte shumë pozitivisht në formimin e nxënësave më tutje. Si 17 vjeçar kom shku në Dugaxhin, në fshatin Staradran të Istogut, në lagjen Mavraj. Kom kalu jashtëzakonisht mirë, sot kur e kujtoj, a kisha pas besim një 20 apo 22 vjeçar me i thonë shko dhe rinj një mujdit gjumin me e ba në për familje, në për oda, e kime kallzu ka pak ders, edhe kime ja falë taravit, nuk e di, a kisha pas besim e dërgu dikend, mirë po në kom kalu jashtëzakonisht mirë, pritja ka qenë për çdo lavdat, nuk është se kom majt me ata burra, masanej kontakt shumë, tash para ca viteve një të pame kom shku edhe me erdhe çudi që njëri prej aty në njerëzve, tha, se ishim me disa xhallarë dhe dikush më prezantoi, tha, kjo tha është mullaj Kremi, e keni pas një herë motje, tha imam këtu, njëri tha, po, tha, unë e maj men, tha, si më falë mas teje. Kishin kalu pa për 40 vite, në vërtet kishin kalu 30 vite, se bëhet fjalë para një kohë, edhe unë e ktheva trakën mbrapsht, shpejt edhe mu kujtu edhe mu, thash, a je filoni po, e thash që edhe ty po të majnë mend, dhe thonë, nuk dola keq aty. Sido që tjetë si përvoja kanë qenë interesante, edhe menaxhimi që medreseja dhe Bashkia Islame i ka bo kuadrove 3 në formim e sipër, po edhe shoqëria që i ka prit ata dhe i ka është shërby me shërbimet e tyne, mendoj se ka qenë një gjë e mirë. Tash është rrit numri i xhamive edhe kjo në base ka bo që njerëzit më pak të organizohen në këtë formë, megjithatë si praktika kanë qenë të mira, po edhe këto të sotmet besoj që nuk janë për të kritiku. Gjatë kohës sa isha student në Medine, respektivisht në fillim të vitit 1992, që sa po kisha filluar studimet e vitit të dytë në fakultetin e hadithit, erdhi koha e Ramazanit, më duket se ka qenë muaj mars, për afërsisht, si kur tash që është Ramazanin muajin mars, dhe me disa shok, kolega aty që ishim duke studiu, duke qenë se Ramazani ishte pushim për neve, bisedum
çka të bëjmë këtë Ramazan. Personalisht nuk rria në Ramazan në Medinë, edhe pse secili që rrin atje kënaqet në Medinë edhe në Mekë me shiu Ramazanin, por kam pas një breng qysh me mujt çdo ditë pushimi me shfrytzu, me ardhë, me dhënë atë që e akumulonim gjatë asaj kohe në Medinë. Edhe gjatë bisedës tham ose po ikim në Kosovë për Ramazan, ose masi është hap Shqipëria, edhe është liru feja, është ra komunizmi faktikisht, a e provojmë shkojmë Shqipni. Edhe u organizuam paramendo 16 studenta nga Kosova dhe Macedonia me shku në Shqipni. Shkum, pa e ditë ku po shkojmë, thjesht i morëm biletat, një fluturim, me thonë, prej Medinës, dikun një 4-5 fluturime i kemi bërë derisa kemi mri në Tiranë. Edhe mritëm një mëngjes, më duket se ka qenë nata e Ramazanit në Tiranë, dolëm prej aeroportit edhe nuk dinim ku me shku prej aeroportit, vetëm se ju tham disa taksistave aty me na dërgu te komuniteti musliman i Shqipërisë. Dikush rastisi me e ditë, ato 3-4 vetura tjera mastina, hajt pra se po vime edhe na dërgun të gjithëve në një ndërtese vjetër në Tiranë, ka qenë, nuk më kujtohet tash ku ka qenë saktësisht, në basën të njëjtin vend. Edhe aty hipëm edhe e takum Hafiz Sabri Koçin, një figur do ta quaja emblematike, një njeri i cili me paraqitjen e tij me thonë të ma gjepste, ndoshta është fjalë që vjen në kundërshtim me bindjet tona, po për një mend kishte aq pozitivitet, aq reflektim, sa që nuk ishte mundësi njeriu të takojë me te e të mos ndikohej. Është rrëfimi veçantë, po menoj komunikimi im me Hafiz Sabri Koçin, po e lë për pak më vonë, ndërsa ajo udhëtimi im edhe qëndrimi im gjatë Ramazanit në Shqipëri kalon gjurmë të pashlyeshme në memorien edhe në përjetimet e mia. Hafiz Sabriu, Allah e mëshiroft, na sistemoi të gjithëve. Ishte i moshuar atë botë, po megjithatë ishte një elan, një energji, një kthjellësi që është ma interesante që te njerëzit e moshës së tij nuk e gjen. Edhe na i mori emrat edhe secilin prej aty duke qenë, i tha ti do të shkosh në filan vendin, në filan fshatin, ti në filan zonën, në filan fshatin, e kështu me radhë, duke qenë se edhe vetë ishte Shkodran, pjesën ndërmuese tonë na sistemoi në rrethin e Shkodrës atje, shkuam edhe na, edhe paramendo prej Tiranës, dikon mund të ketë qenë ora 10 paradite, një aci komrin atë fshatin e Shkodrës atje, një pjesë të rrugës me autobus, një pjesë të rrugës me karrocë, me kuaj, një pjesë të rrugës kështu, po kryesorja ndodhi një, për mu ishte sikur udhëtim në kohë. Po flas prapë për vitin 1992, që për ata që na përcjellin sot, na ndajnë 30 e sa vite. Mirë po, për 1992-ës, shkumja jonë në Shqipëri atëherë ishte sikur këthim dikunja 50 vite ose 60 vite mrapa. Edhe për nga standardi jetësor, edhe për nga gjendja ekonomike, sociale, edhe për nga ta quaj pavarësisht pse kishin dalë prej komunizmit, nga dlirësia dhe përzemërsia atyre njerëzve që për një mend mu më kanë bo me uni jashtëzakonisht mirë, me e falëndëru Zotin që ma ka dhonë si begati atë përjetjen. Edhe kur shkova unë në xhamia fshati Kullaj në zonën e Postribës, një plak i moshuar, një Haxhi Elez, Allah i mëshiroft, është bo për Ahmet Elaj, kishte dalë me e thire zanën. Edhe unë kom hynë xhami, e kom vesh gjybën, e kom qitë qalmën, kom qeni ri atëherë, po kom pas qef me u duk si hoxh taman, edhe jemi fut mrena në xhami, ata tash njerëzit u habitën, ka herë dhe kë, ka herë doli kë. Mirë po mas interesanti ka qenë ajo habia e ati plakut që kishte dalë me thire zanin, edhe nuk kishte qenë prezent kur kom rrion, edhe kur hynë ai mrenda, e gjeti xhamin qysh nuk e kishte lanë. E pa aty një njeri, një djalë të ri, të veshun si hoxh, po rrinë në kom, në mihrab, edhe u afru ngatë edhe më tha, po ti tha, ka herë dhe këto, a me lachet sollën këtu? Thash, jo, me lachet nuk më sollën, po Hafiz Sabriu më ka dërgu të ju me kalu Ramazanin. Edhe ju tregohon, jam filan Fisteku, vi për Kosovës, jam student në Medinë. Edhe subhanallah kaloi një muaj që ndoshta ditët e para kishte një ndryshim në mënyrën e jetesës mes asaj që ishim mësuar ne me gjithë thjeshtësinë e jetës që e kishim, nuk kishim edhe ne kush e di sa të pasun, po krahasu me jetën e tyre ne ishim super të pasun. Edhe ka qenë një pritje
fantastike, nuk di, po mendoj një jetën time kam kalu, pastaj kam udhëtu gjithandej, kam pas pritje të ndryshme mirë, po ajo me mundësit pakta e me zemër shumë të gjanë nuk më është përsërit një jetën time. Kapitulli i Hafiz Sabriut pastaj është kapitull interesant një jetën time, për arsye se aty e kishim takimin e parë, pastaj po atë vetë, do të thënë dikun mas një 2-3 mujve, ndodhe edhe ardhja e grupit të parë të haxhinjve të Shqipërisë, që ishin mysafirë të Arabisë Saudite, gjithsesi në mesin e tyre Hafiz Sabri Koçi, myftio, kryetari i komunitetit musliman, ai zotëriu i vuajtjeve, i sakrificave, po dhe i qëndrimit stoik. Dhe gjatë kohës së qëndrimit të tij në haxh, ne si student ishim pothuajse në maksimum të përkushtuar që të shërbejmë haxhive të Shqipërisë, edhe patëm shumë raste të rrim me të në ndaja të gjata, po mendoj ndaja të masdarkës, të masjacis, bisedat të ndryshme, edhe ne duke qenë se ishim të ri, frymëzoheshim shumë nga rrëfimet e tija, nga vuajtjet e tija, nga ato përjetime që ne të vërtet në situatat caktuara i kishim lexuar vetëm në libra për gjenerata shumë të hershme. Mirë, po nuk na e merrte mendja se tani në këtë kohë në cilën ne po jetojmë, pas ka akoma kësi njerëz që kanë pas asi përjetime. Dhe ajo që edhe më tepër se çdo gjë na habiste ishte edhe dija e tij, sa i ditun edhe sa të strukturuar i kishte informacionet edhe dijen rreth Islamit, sa që na habiste. Mbas edhe si trinj, si axhami që ishim, habiteshim duke menduar se veç na dim, kërkosh tjetër s'din, mund të ketë qenë edhe kjo. Megjithatë, Hafiz Sabriu ka qenë një burim frymëzimi për shumë kënd, paraqitja e tij ka qenë edhe, si me thonë, vetë paraqitja e tij ka folë shumë. Nëse dikund mundëm me thonë se një pamje flet ma shumë se 1000 fjalë, atëherë mund të thoja unë, shpresoj nuk gaboj, që pamja e Hafiz Sabriut fleste ma shumë se 10.000 fjalë. E të mos flasim pastaj për ligjërimet e tija, e të mos flasim pastaj që edhe në rrudhat e fytyrës së tij, edhe në dukjen e tij, vreheshin gjurmë të gjithë asaj të kaluare, gjithë atij bagazhi i cili në sytë e mi personalisht, po sigurisht edhe të shokëve të mi, atë njeri e bante shumë të madh. Gjatë atyre bisedave sigurisht ka pas shumë momente edhe prekse, por edhe motivuese për neve. Tregohet madhështia e një njeriu i cili me gjithë vuajtjet dhe torturat nuk e kalon bindjen dhe besimin e tij në Zotin fuqiplot. E dini, Hafiz Sabriu ka qëndruar në burg për 28 vite të tëra. Edhe duke qenë se edhe unë tash në bagazhin tim kam edhe përvojat burgut, po megjithatë burgu i Shqipërisë, burgu i komunizmit të Shqipërisë, pas ka qenë diçka shumë i vrashtë edhe shumë i veçantë. Më vonë, shumë më vonë, gjatë përjetimeve të mia, më janë kujtuar edhe rrëfimet e Hafiz Sabriut, Allah e mëshiroft, se si ka qëndru në qelit e burgut pa inventar, të paktën me pas një shtrat ose një dyshek, çfarë do, ose ushqim. Dhe Hafiz Sabriu tregonte se, domethënë gjatë asaj kohe ka mbajtur edhe Ramazan, që për një mend në burg të mbash Ramazan është gjë shumë e vështirë, jo për diçka tjetër, po për shkak të pamundësisë për ta aranzhu edhe për ta organizu mënyrën e të ushqyerit. Aty edhe po deshe, nuk po flasim tash për burgjet moderne me kushte, me aty ku respektohen drejtat e njeriut, mirë, po flasim për burgje ku ndoshta njerëzit edhe pa Ramazan nuk kanë pas ushqim mjaftueshëm. Dhe Hafiz Sabriu tregonte se ushqimin ditor thotë e ndaja për gjysmë. Një pjesë e haja në mramje si iftar, pjesën tjetër e leja për natën vonë dikur si syfyr, edhe tash ne fjalën ushqim kur e përdorim kështu të pa kufizuar, e paramendojmë megjithatë si diçka që ka shije, ndërsa Hafiz Sabriu fliste për një copë bukë të zezë dhe një qep. Jo diçka tjetër, tash paramendohet cilin do prej neve, ndoshta një herë për shkak të urisë do ta hanim edhe do të na dukej shumë e shishme ajo bukë me atë gjysmë qepe, mirë po ta ham në mënyrë sistematike, sigurisht se do të bëhet shumë e vështirë. Dua të them se ai agjeronte, falej, bante vepra, ibadete, adhurime, edhe në kohën e ëndrrethana kur mbase të paktën kur është në pyetje agjerimi,
edhe fetarisht do t'ishte i lirum prej agjerimit në si rrethana. Mirë po, këtu vjen shprehja, ajo thanja, ajo proverbi arab, kur shpirti është i madh, trupi lodhet për t'ja bot qefin shpirtit. Unë mendoj se Hafiz Sabriu, atë trup të lodhën me të cilin akoma e kam para syve të mi, e ka pas të lodhën pikrisht për shkak të shpirtit të tij të madh. E kemi dëgju rrëfimin për lutjen e babës tënde në haxh, ku e ka lut Zotin me i fal një djalë e me u bë hoxh.
e kanë në një farë mënyrë borim frymëzimi për këtë përkushtim. Mendoj se ne si njerëz kemi ku marrim shembull për te atyre njohjeve dhe dijeve teorike që i kemi ku me e pa një përkushtim konkret që dikush cilin e kemi pa, e kemi taku, kemi jetu me te, kështu ja pas ka bo, pse të mos ja bojmë ne. Nëse aja ka bo edhe ja ka dalë në kohë shumë më të vështira se këto tonat sot. Pse të mos kemi ne mundësi, ose ku e gjem ne justifikimin për mos me bo punë ma shumë se sa jemi duke bo. A ka pas ndonjë figurë, hoxha dietar, që e keni pas model e ju ka inspiru? Apo ndonjë këshill nga dikush që ka ndiku shumë e ju ka ba me reflektu mbi jetën në kuptimin e saj? Po, s'ka dyshim që do thonë njeriu kur i ndjek rrugën e mësimeve të islamit. E përmendëm medresen Alauddin, kur kom shku si 15 vjeçar, secili profesor që vinte me na mbajt një orë, thoja vetë me vete që ky qenë ka më i miri. Pastaj vinte tjetri e vreja se, mashallah, të gjithë. Po flasë për kohën, në vitin 1986, kur në përgjithësi hoxhallarët nuk kanë qenë shumë të shkollum. Hoxhallarët, e veçanta e hoxhallarëve, këtë do të them se është e rëndësishme shumë, gjithmonë në aspektin edhe fetar edhe patriotik kanë qenë në vijen edhe në frekuencën e duhur. Edhe Bashkia Islame si institucion gjithmonë ka qenë kështu. Mirë po rrethonat e kanë bërë vetën që mundësia për të shkollu ka qenë më e kufizuar, edhe pse atyre hoxhallarëve nuk ju ka mungu përkushtimi. Pastaj kur shkovan në medrese, aty hoxhallarët ishin edhe të shkolluar, edhe të ri, edhe intelektual, dhe them drejtën, cili do të vinte për një mend thoja, ky qenë ka ai cilin unë po dashka me ndjek si shembull edhe si model. Kështu që për secilin prej tyre padyshim që kam respekt të veçantë, por duke qenë se dy prej tyre nuk jetojnë më, do t'i përmend në veçanti të dytë, edhe për shkak se për një mend të dytë kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në shpirtin edhe në formimin tim. Është Mulla Tefik Gashi, Allah e mëshiroft, profesori i Kuranit, të cilin e kam pas një kohë edhe kujdestar klase, edhe i cili më tepër se profesor ka qenë edukator, më tepër se pedagog ka qenë prindi dytë, edhe e ka pas një dozë të themi të vrazhdësisë me përgdhelje. Do të thotë aty ta jepte ndonjë shpullë dhe aty të përçafonte edhe me gjithë atë ndëshkim në thojza ta them ose atë edukim që ta bante edhe fizikisht nganjëherë nuk të lente as edhe minimumin e hapësirës që të hidhrohesh e priti. Edhe profesori Hoxha i ndjer Bajrosh Ahmeti, Allah e mëshiroft, i cili ka qenë një personalitet shumë serioz, nuk është lëshu shumë as në shaka me nxënësa, as nuk ka pas ndonjë vrazhdësi, megjithatë ai serioziteti i tij padyshim që për të gjithë neve ka qenë frymëzues, pa e eliminu ndikimin e këtyre të tjerëve, po për shkak se janë gjallë nuk po e veçoj asnjërin prej tyre. Me kalimin e kohës kam pas rastin me njoft dietarin e madh, po flas për nënqiellin tonë, gjithsesi nuk po du me i përmend ata të gjerësive dhe gjatësive tjera gjeografike. Kam pas rastin edhe nderin me njoft Sheikh Abdulkader Arnautin, Allah e mëshiroft, i cili ishte njeri shumë i madh dhe madhështin e tij e shtonte modestia e tij. Njeri i cili kishte shumë dije dhe në momentin që fillonte me fol, unë e kam taku Sheikh Abdulkaderin të e ditun arabishta. Kur e dëgjoja arabisht duke fol, nuk mund të vrente njeriu se ai njeri nuk është arab. Po kur e dëgjoja shqip të fol, prap e vreje se është një shqiptar i mirë, i kullum, vetëm se fliste një gjuhë dhe një dialekt para 30-40 viteve, edhe fliste bukur, fliste me shumë andje, edhe ishte shumë i kuptueshëm. Për dallim prej, për shembull, e kam taku edhe Sheikh Shuaib Arnautin, i cili gjithashtu ishte dietar shumë i madh, por shqipen e kishte shumë më të dobët se sa Sheikh Abdulkadri. Dhe Sheikh Abdulkadri me sjelljen e tij, me mënyrën e ligjërimit, me përzemërsinë e tij, në ligjëratat e tija kishte shumë shpirtërore. Me një fjalë, akoma pa mbrin në tru edhe në mendje ajo që fliste ai burr, ajo deportonte në thellësinë e zemrës dhe në thellësinë e shpirtit. Thash, madhështinë e tij e shtonte modestia e tij, dhe në atë kohë derisa unë isha student në Medinë, nuk ka ndodhur. Me ardhur ndonjë prej kolegëve tanë, prej vëllezërve tanë që ishin student në Sham, në Siri, ku jetonte Sheikhu i ndjer, Allahu e mëshiroft, e të mos na dërgonte ndonjë selam.
vinte dikush edhe thonte Shejh Abdul Kadrit ka bo selam, ta ka dërgu një libër, ta ka dërgu një diçka që vallahi billahi po e them me përzemërsinë më të madhe. Jo atëherë që kam qenë i ri edhe kam qenë askushi, por edhe sot që jam këtë që jam, pasha Allahun e ndjej vetën shumë të vogël që një njeri sikur ai me ju kujtu me dërgu një dhuratë ose një selam ose një kështu me radhë. Edhe kjo padyshim që e ka pas një ndikim tek unë, menoj se e kisha rumbullaksu mesazhin e kësaj me faktin se kur flas sot me kolegët mi hoxhallar, posaçërisht me ata që janë më të rinj se unë, që në ndajnë tash moshë ndoshta 20 vite, 25 vite, edhe ndonjëri prej tyre thotë ju jeni hoxhallar të mëdhenj, ne jemi hoxhallar të vegjël. Unë insistoj gjithmonë atë që hoxh të vogël nuk ka. Hoxha nëse është hoxh, ai është i madh, edhe pavarësisht moshës, edhe vetë përpiqem tash deri në maksimum që të tregoj respekt për hoxhallarët edhe për studiuesit e dijeve islame, për shkak se ata janë njerëz që kishin mujt me studiu ndonjë gjë tjetër, edhe me punu ndonjë gjë tjetër, edhe me arrit ndoshta shumë më shumë në aspektin e dunjas, mirë po vetën e tyne e kanë bërë vakëf për hir të Zotit, edhe për këtë arsye respekti im për këtë kategori të njerëzve është maksimal. Pra, edhe për ata të vjetrit që kanë qenë më të vjetër se unë që për mua kanë qenë frymëzim, por edhe për këta më të rinj që në një farë mënyre mashtojnë optimizmin. A mundesh me na tregu ndonjë ngjarje personale ku besimi të ka ndihmuar me i tejkalu vështirësitë me cilat je përballë? Tu e pas parasysh që si luftëtar edhe si komandant i një njësiti të UÇK-s, ju keni qenë edhe i burgosur edhe në një periudhë goxha gjatë. Qysh ja keni dalë? Konsideroj se e gjithë jeta ime është ngjarje ku besimi e luan rolin e vet. Jo vetëm e imja, po e secilit besimtar. U a them shpesh xhamatit, nuk është besimtari i kursym prej sprovave të cilat i çon Allahu fuqi plot. Sprovat vlen për të gjithë njerëzit pa përjashtim edhe të gjithë i nënshtrohen këtij ligji. Mirë po besimi e i ban besimtarët që sprovat t'i kalojnë me sukses. Ti kalojnë me sukses. Çka do të thotë ta t'i kalosh sprovën me sukses? Jo ti mbjetosh smundjes, ose ti mbjetosh luftës, ose ti mbjetosh burgut ose kësaj, po thjesht të dalësh faqebardh, ose ta t'i kalosh, ose nëse është fundi i jetës që aty të paktën të vdesësh faqebardh. Kësaj besimi detyrimisht do të më e lujt këtë rol në jetën e njeriut edhe në jetën time padyshim që e ka lujt. Unë them kështu, njeriu mundet me qenë shumë i përkushtuar edhe nëse nuk është besimtar. Mundet me qenë adhëtar, patriot, liridashës, mundet me qenë i ndershëm, korrekt e kështu me radhë. Besimtari, krahas gjithë këtyre, e ka një motiv më tepër për të qenë gjitha këto. Edhe i ndershëm, edhe korrekt, edhe adhëtar, edhe patriot, edhe kështu me radhë. Dhe besimi në jetën time e ka luajtur pikërisht këtë rol që gjithnjë fetarisht kam qenë i motivuar për të dhënë më të madhen, më të mundshmen, për të ofruar më të çmueshmën që është jeta për të mirën e përgjithshme, për të mirën time në radhë parë, të familjes time, të familjes së gjanë, edhe të kombit tim, për arsye se kontributi që është dhënë për liri ka kulmu gjithsesi me luftën çlirimtare të viteve 98-99, po ka qenë aktivitet edhe angazhim me dekada i patriotëve dhe i liridashësve të ndryshëm. Andaj besimi padyshim që në radhë të parë të motivon për me bë të duhurën, edhe në radhë të dytë të jep forcë për të qëndruar në mënyrë që me e tejkalu atë që do të thonë përballet njeriu pas zgjedhjen e tij, nganjëherë edhe papritjet e tija në situata të ndryshme, qofshin situata të rëndomta, apo situata të veçanta, sikur se janë lufta e të ngjashme. Sigurisht që ka shumë ngjarje, po them çdo moment i jetës është dëshmi e kësaj natyre. Muj me nda qëndrimin në burg, që nuk ka qenë i lehtë gjithsesi, e posaçërisht një pjesë e tij ka qenë izolim total. Pra kam kaluar pak më pak se një vit në izolim, në vetmi. Do të thonë 310 ditë i kam kalu vetëm. Edhe pastaj kemi shkëmby përvoja me miqë, me shokë, me dashamir, përvojat ndryshme të burgut edhe të robërisë. Edhe dikush prej tyre më ka thonë, para se me ditë sa kam qëndruar në vetmi, ka thonë, unë kam qëndruar në vetmi 17 ditë edhe gati sa nuk jam çmend.
Tani unë si në hajgare i kom thonë, po me hake pas ke pas, se ko gja vështirë 17 ditë, po unë i çdasht me uçmend një 20 herë, do më thonë, si mbas asaj, do më thonë, logjikës tënde. Po, elhamdulillah, Allah i madhruar ma ka mundësu me mendu ma të keqen e pastaj me u pajtu me atë që gjithsesi ka qenë zgjedhja e Zotit. Është shumë e rëndësishme njeriu me ditë edhe me qenë i bindur se atë që Allahu zgjedh për ty, edhe të sprovon me te, mrapa asaj të kalon një dhuratë të madhe. Edhe ajo e cila Allahu të ka sprovu me te, nuk është për me të shkatru edhe me të çu poshtë, por është për me të forcu edhe me të ngrit. Për çfarë që po flasim është shumë lehtë me elaboru këtë, me përjetu gjithsesi lyp shumë për qëndrim, lyp shumë për kushtim, lyp shumë me e kujtu Allahun edhe me mendu mirë për te, mirë po unë e them se posaçërisht burgun e kam kalu jo me lehtësi gjithsesi, po e kam kalu me këtë bindje, mes tjera është edhe me shoqërimin me fjalën e Allahut fuqiplot. Domethënë gjatë qëndrimit të tim në burgun e Mitrovicës, që ka qenë pjesa më e pakëndshme, mos them më e tmerrshme e qëndrimit edhe në burgje tjera pastaj gjithandej nëpër Serbi, ka qenë më e vështira, po në momentin që më kanë pru Kur'anin, mushafin me përkthim shqip të Sherif Ahmetit, Allah e mëshiroft, mu është duk sikurse me ma hap dera me thonë hetë se po të lirojmë me shku në shpe. Nga se në momentin e arrestimit edhe përgatitjes së atyre procedurave të gjyqit, unë e kom ditë se duke qenë se akuzoheshim për terrorizëm edhe bashkim për veprimtari armiqësore kundër rendit kushtetues të Jugosllavisë. Edhe e kom ditë se sipas ligjit të Jugosllavisë dënimi më i madh është 20 vite burgim. Edhe një moment ai më tha, a e din tha se që për që të vej për mundëm me të dënu 10 vjet, edhe kur tha 10 vjet mu dok pak, më shkoj buza nga gaz, pse po qesh? Thash se unë jam bogati me najt 20 vjet në borg, për atë arsye 10 vjet thash me një kam rri. Edhe për një mend njeriu e kujton atë më të rëndën, edhe më të vështirën që mundet me ndodh, edhe ato tjerat pastaj kalojnë. Elhamdulillah u dënova 10 vite, po i mbajta më pak se 3 vite, për arsye se dëshira e Zotit ka qenë kështu. Hoxh, gjatë kohës të burgut, familja jote nuk e ka ditë nëse ti je gjalla i vdekun. Po në atë kohë, ti ishe i sapo martuar. Qysh ka ndiku kjo situatë, qofte ty ose të bashkëshortja jote? Sigurisht që ka pas momente interesante. Fillimi i burgut kemi pas vizita familjare, derisa ishim në Mitrovic, pastaj na transferuan në burgun e Požarevcit. Atje pastaj për një kohë pas përfundimit të luftës, ndoshta një kohë më tepër se një vit, për një mend nuk e kanë ditë nëse jam i gjallë apo jo. Edhe s'kemi pas ndonjë mundësi komunikimi. Kemi fillu pastaj disa letra me i shkruar me na ardh derisa ka ardhur një avokate për të na vizituar dhe ajo e ka çu lajmin në familje. Sigurisht që ka qenë e rëndë edhe për mua edhe për familjen time, i kam pas të 2 prindërit të gjallë, e kam pas edhe bashkëshorten, që sikur se e thati ishim sapo martuam, edhe ajo gjithsesi e ka përjetu vështirë, s'po du me thonë e ka përjetu rëndë, për arsye se ne si besimtar ato sprovat cilat nuk të rëzojnë të bojnë më të fortë, edhe sot e vrej se individualisht se cili prej neve dyve, edhe unë edhe bashkëshortja ime, jemi më të fortë, më të fuqishëm, më të kalitur në relacion me sprovat e ndryshme, po njëkohësisht, elhamdulillah, konsideroj se na është shtuar respekti që ka qenë me bollëk edhe dashnia për njëri tjetrin, por tash në një farë mënyre na e thojnë miqt që i kemi, miqt e përbashkët, se vlem si shembull edhe model për të tjerët për një bashkëshortësi të mirë. Gjithsesi, edhe në jetë kjo është evidente. Me dikën që e ke kalu një sprovë të rëndë ose një vështirësi, e krijohet një lloj kolegialiteti i përbashkët, vujtja e përbashkët e ka një ndikim për afrimin mes njerëzve, ndërsa nëse është në pyetje personi që realisht duhet jetë më i afërt në jetën tonë, që është bashkëshortja në këtë rast, çdo sprovë e kaluar së bashku padyshim që na bën edhe më të afërt, edhe më të dashur, edhe më respektues për njëri tjetrin. Alhamdulillah. Ju në këtë kohë, domethënë për gjatë periudhës të burgut,
e di që diku ndoshta parafërsisht për 73 ditë e keni memorizu edhe Kuranin përmendsh. A mundesh më na fol pak për këtë pjesë? Po, bëhet fjalë për kohën derisa isha në izolim në burgun e Mitrovicës. Edhe në një farë mënyre unë nga njerë e relativizoj për shkak se njerëzve u duket e çuditshme për 73 ditë realisht për 2 muaj e gjys me e kalu Kuranin prej fillimit deri në fund. Por unë isha i përgatitur, unë isha 27-8 vjeçar, isha hoxh, nuk është se s'dija kur gjo për i Kuranit, edhe pse gjatë kohës së çndrimit pa e pas Kuranin afër vetes, nuk është se si kisha harruar shumë pjesë të Kuranit që i dija më herët, por 73 ditë në cilat ke kohë 24 orë në ditë, edhe kur gjo s'të pengon, kur gjo s'ta merr kohën, është e mundshme. Mund t'jetë e veçantë gjithsesi, por nuk është se është ndonjë gjë e mrekullueshme. E falenderoj Zotin shumë që ma ka mundësu një breng, një peng, një dëshirë, deri atëherë të pa realizuar e që e kam pas shumë më herët. Edhe si nxënës i medreses, edhe si student, edhe më vonë, shumë kam pas dëshirë me mësu Kur'anin, edhe gjatë jetës time shumë kam bë lutje dhe dua që Allah i madhruar me ma mundësu. E tash nga njerë kur nuk i shfrytëzojmë ato mundësit e komoditetit, ndoshta Zotit çon aty ku është zori edhe vështirësia, po për me arrit një gjë që shpresojmë që ai krijuesi i gjithësisë të jetë i kënaqur me te. Kurani në jetën e besimtarit në përgjithësi, po në jetën e hoxhës në veçantë është shumë i rëndësishëm. Pastaj si thirrës në fenë islame, si ligjërues, si njëri i cilit njerëzit i kërkojnë përgjigje, zgjidhje për hallet e ndryshme, Kurani është material i domosdoshëm, nuk mundesh me paramendu jetën edhe zhvillimin e profesionit edhe detyrës si hoxh pa e pas Kur'anin. Tash kujt i është dhënë mundësia që ta mësoj, padyshim që është begati edhe mundësi që Zoti i plotfuqishëm ja ka dhënë. A ki ajete specifike të cilat kur i lexon ose i reciton të kujton ngjarje, periudha, përjetime vetanake, personale që i ke pas dikur? Kryesisht tash duke qenë se edhe e kuptoj Kur'anin, edhe të gjithë ata që e kuptojnë Kur'anin besoj që e ndajnë me mua këtë. Kryesisht ajetet sipas tematikave të caktuara të kujtojnë edhe ngjarje të ndryshme. Për shembull, kur flitet për dëgjueshmërinë edhe respektin për prindrit, ti kujton prindrit, e sidomos dikush që është sprovu që nuk i jetojnë më. Padyshim që me thonë lidhjen e ka ndoshta edhe më emocionale me ato ajete. Ajetet që flasin për diturin, ti kujton ndoshta kohën kur ke udhëtu larg edhe ke qëndru larg familjes për të kërkuar dituri. Ajetet e xhihadit ta kujtojnë luftën edhe sakrificën, po ta kujtojnë gjithashtu edhe nevojën për gatishmëri të vazhdueshme për sakrificë. Lufta e cila nuk është dojmos lufte armatosur, shumë fare pak vjen shprehje nevoja për të në jetën e njeriut, ndërsa e tërë jeta është luftë për mbijetesë, luftë për t'ia dalë, luftë për sukses, luftë për të dalë faqebardh, edhe për të jetuar jetën pa u korrit. Kësaj domethënë të gjitha ajetet që flasin në tematikat caktuara, jo rrallë të kujtojnë ndoshta domethënë ngjarje nga jeta jote, ose nganjëherë të kujtojnë ajetet e caktuara, ta kujtojnë vendin ku i ke mësuar, ku e kon tunajt, kur e ke përsërit atë ajet derisa e ke memorizu, ose ndonjë ajet i caktuar ta kujtojnë edhe ndonjë kohë studimeve, provim që e ke dhënë në lëndën e Kur'anit se të ka ra pyetja pikërisht në ato ajete. Mendoj se është gjë e mirë kjo, përveç që është e natyrshme, njerëzore, po është edhe gjë e mirë që Kur'anin me lidh me gjëra konkrete, se fundja Allah i plotfuqishëm e ka bërë atë udhëzim për neve, edhe nuk do të ishte udhëzim në kuptimin e drejtë të fjalës, sikur të mos ishte konkret. A kina ajet specifik të cilin e kina është ta moto jetësore, kisha pas qef me ma veçu në njonin? Nuk di që të them. I kam disa pjesë të Kur'anit që me andje i lexoj më shpesh, i lexoj edhe në namaz më shpesh. Për shembull, ajetet e fundit të surës Hashr, 3 ajetet e fundit që flasin për madhështinë e Allahut edhe për emrat e Tij, janë ajetet cilat i përjetoj shumë, kam dëshirë me i këndu edhe si madhrim ndaj Allahut. 2 ajetet e fundit të surës Bekare i lexoj shpesh në namaz
për shkak të hadithit që thot kush i lexon në mbrëmje i mjaftojnë deri në mëngjes. Pastaj i kam edhe disa ajete tjera të cilat kur i lexoj ose i dëgjoj ma kujtojnë babën tim Rahmet Pasti, i cili i lexonte shpesh në namaz. Po mendoj lidhen gjanat kështu aty ku ka madhërim të Allahut, sikurse është ajetul kursia, sikurse nuk e di pse për shembull prej fundit Kur'anit surja Zelzele, surja Idha zulzilatil ardu zilzalaha, më bën shumë përshtypje dhe e këndoj shumë shpesh në namaz, edhe kur falem vetë edhe kur jam imam. Nuk di me e spjegu pse e ka një, po ka diçka e veçantë të Kur'anit që të tërheq si përgjithësi, e pastaj brenda kësaj të veçantë besoj që ka edhe diçka më të veçantë të ndonjë pjesë e caktuar. Prej shumë takimeve në jetën tënde, a ka ndonjë që e kujton me madhe dhe që kishe dashur me vdasët me neve? Sigurisht takimet me njerëz të mirë gjithmonë janë të këndshme. Kur bëhen marrall, gjithashtu aty është edhe ndjenja e mallënximit që njeriu mezi e pret takimin. Ndoshta përvoja ime e parë e largimit nga familja ka qenë shkumja ime në studime në Medinë në vitin 1990 edhe për disa muaj sa nuk kemi ardhur, 6-7 muaj, 8 muaj sa ka qenë, padyshim që kthimi nuk është se e kam ndonjë si më thon moment të veçantë me nda, por ka qenë emocional, i këndshëm gjithsesi. Pastaj në situata të caktuara nuk është se nuk kam pas shkputje prej familjes ma vonë, më nga 2 vite, 3 vite, edhe sigurisht që çdo kthim ose çdo ritakim e ka pas edhe emocionin e vet. Të gjitha, se di, unë me këtë njerëzit që i du kur takohem, ndihem mirë edhe sa më e madhe tjetë afërsia, aq më e madhe gjithashtu është dashnia dhe respekti, edhe nëse është ndamja e gjatë, edhe mallënxhimi bëhet më i madh. Ajo që është me rëndësi është se dashnia sa më shumë të shpërndahet njerëz në familjar, në meq, në dashamire, kështu me radhë, nuk është se shpenzohet. Njeriu mund të doj shumë një mori njerëzish, një grumbull njerëzish për një herë, dhe asnjënit nuk i jetë në deficit as dashuria, as respekti. E pastaj kur takon njerëz vërtet këtill që ti don zemra, padyshim se ndihesh mirë. Disa që i takojmë më rrallë, kemi meq që ndoshta i kemi shumë për zemër, po takojmë më rrallë me ta. Edhe aty sigurisht që ato takime e krijojnë një emocion të veçantë. Nuk kam diçka të veçantë për të nda, s'po më kujtohet, më ke zonë pa përgatit, po ndoshta do ta mendoja për ndonjë pyetje që mund të përsëritet ndonjë radhë të ardhshme. Me gjitha të përvojë të pasun, po jo edhe të lehtë, çfarë mesazhi ke për të rinjtë që ndoshta ndihen të humbur në rrugën e tyne e ju duhet një lloj inspirimi prej dikujt? Konsideroj se shumica e njerëzve udhkryqin e parë në të cilin me thonë e humbin rrugën, po mduket pak e ranë, në cilin lajthiten një farmase në jetën e tyre është pikërisht ky. Nuk shohin çka kanë, por shohin çka u mungon. Nuk janë të vetëdijshëm për gjithë ato begati të cilat Zoti i plotfuqishëm na i ka dhënë, edhe fillojnë të ankohen për gjëra të cilat sikur të ishin baballarët tanë ose gjyshrit tanë gjallë, na dëgjonin të ankohemi për këto gjëra, sigurisht që do të duhet të turpnoheshim para tyne. Tash ne përmendëm faktikisht gjatë kësaj bisede gjëra të gjeneratave të ndryshme, të mia, të babës tem, të njerëzve më herët, sakrificat shumëta të cilat për një mend njeriu kur i dëgjon edhe e sheh se sa të vegjël jemi. Po fatkeqësisht po vinë tash disa gjenerata të cilat në radhë të parë nuk janë të vetëdijshëm sa mirë, sa e këndshme është që jetojnë në liri. Ne para të 98-s, edhe 90-s, para çlirimit, në të vërtetë. Ti sa ke dalë prej shtëpisë tënde nuk je ndi i sigurt se keme u kthy i gjallë. Nuk ka qenë gjithmonë kështu, por ajo që gjithmonë ka qenë është se sa ke dalë prej shtëpisë tënde nuk ke qenë i sigurt se keme u kthy i dinjitetshëm. Por arsye se e ke pas një polici e cila ka qenë shumë armiqësore, e pakta të ka shat, të ka rrejt, të ka dënu, pa kur farë drejtë, pa kur farë arsye. Edhe tash ne kemi jetu edhe jemi rrit edhe jemi zhvellu me një dozë të frikas. Konsideroj që
kalon gjurma jo në shpirtat tanë, kalon gjurma mbase edhe në formimin tonë, se nuk është njëjtë një popull e një shoqëri që rritet duke frymu lirshëm edhe një që rritet në robëri. Megjithatë, në një moment caktuar, do të thonë ka shpërthyja i mlefi për me arrit lirin. Ata që janë rrit në liri, kanë lind, janë rrit në liri, janë rrit në komoditet. Ne pavarësisht lexojmë gjatë ditës se jemi vendi më i varfër në Evropë, po megjithatë nuk jemi vendi i varfër. Për arsye se sot ne për shembull në Ramazan për me i dhënë sadakatul fitrin dikujt, do të më thirr në telefon. Do të thonë fukaraja sot ka telefon, ka makinë, ka shtëpi. Do të më marrë termin për mja që edhe me, ata preferojnë me ju që pare, për shkak se ushqim thot kam, miell, kam kështu, kam ashtu. Edhe kjo është një farë varfrije, po është një varfrije relative, nuk është asi varfrije ekstreme që njerëzit s'kan çka me hangër. Po du të them, njerëzit sot lejfitën pikrisht kur nuk janë falëndërues edhe mirënjohës për ato që i kanë, fillojnë të shohin në ato që nuk i kanë edhe u mungojnë. Po mirë, s'ka kur gjë të keqe edhe të shohim çka na mungon në mënyrë që ta arrijmë edhe atë. Por jo të presim që dikush të na e baj, ndërsa ne, ku e di, ka njerë e fitoj për shtypjen, si për keq thojmë, mos më ka bo dikush diçka. Se kur ne si jemi fajtor, ose pse nuk na e kanë bo këto, sikur prapë edhe atë që do të me e bo për mirë, do të dikush me na e rregullu e jo ne vetë. Ndërsa të gjitha ndryshimet edhe të gjitha zgjidhjet janë në vetë neve. Nëse është edhe vullneti i Zotit gjithsesi, por ne duhet të përmirësojmë në mënyrë që të përmirësohet gjendja jo. Andaj apeli im për të gjithë, sidomos për gjeneratat e reja, është që të shikojmë çka kemi, të bëjmë një farë krahasimi, edhe pse mund të tingëlloj monotone. Po do t'i pyesni prindrit edhe t'i pyesni matë vjetrit që kanë jetu ma herët. Përpiqeni të bëni një lloj krahasimi në mënyrë që ta vlerësoni atë që keni, e pse të mos e kultivoni edhe ta zhvilloni edhe ta avanconi edhe më tepër. Mirë, po më shkon mendja sikur si me thonë, ai sqarimi sociologjik që e kanë bërë se kohët e vështira prodhojnë burrat fort, pastaj ata ndikojnë në ardhjen e kohëve të mira, kohët e mira pastaj prodhojnë edhe sillin individ të dobët. Për një mend rehatia dhe komoditeti nuk prodhon njerëz shumë të shkathtë për të përballë me sfidat e jetës. Por ne tash po them ne edhe vetëm po është si gjenerate e pjekun, duhet të ndikojmë që gjeneratat e ardhshme të mos lajfiten në këtë aspekt. Nga njerëz që ju njohin prej afër, ty të përshkruajnë si një person që nëse jeme një plak, flet si plak, nëse jeme një tri, flet si tri, nëse jeme një fëmijë, flet domethënë edhe i përshtatesh qasjes së secilit. Qysh e arrin? Por me fol si plak, ma ka bë mosha. Ndërsa për me fol me trit, mundohem me qenë në rrjedhat të asaj çka i preokupon të rit. Kryesisht para pëlqej dhe preferoj që qasja e komunikimit me tjertë me qenë qasja me respekt. Njerëzit kur ndihen të respektuar e përjetojnë pastaj edhe bisedën si të këndshme. Në aspektin profesional ose në aspektin e karrierës, duke qenë se janë më tepër se 30 vite komunikim me masën, komunikim masiv kështu nëse quhet, u flasim, u ligjërojmë njerëzve, parimisht, para se me dalë në hutbe, në ders, ose edhe në televizion, kur kam ndonjë paraqitje, gjithmonë mundohem paraprakisht me e qitë vetën në pozicionin e dëgjuesit. Edhe me e paramendu, me e imaginu cili është niveli i tij, edhe atë fjalë cilën e them, është në gjendje ai me e kuptu. Ne uzallarët nga njerë flasim me fjalor terminologjik. Fjallori terminologjik është i mirë kur kolegët bashkëbisedojnë ndërmjet vete, mirë, po mos e gjon mund të mos e din, për shembull, çka është farz, çka është farz kifaje, çka është farz ain, çka është mustahab, e gjona të ndryshme. Edhe mundohem gjithnjë, edhe kur e përdori si terminologji, me i sqaru sadopak që për një mend njerëzit ta kapin mesazhin e asaj çka jemi duke thënë. Në anën tjetër përpiqem, nuk është se ja kam dalë, pavarësisht asaj çka thonë njerëzit për mua, përpiqem që edukata ime dhe sjellja ime me qenë ajo sjellje që e ka pas i dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili kur ka biseduar me dikën është kthy me fytyrën e tij edhe me trupin e tij ka ai, nëse është përshëndet me ndonjërin, nuk ja ka lëshu dorën, pa lëshu ai i pari.
nuk i ka shtri këmbët, ka dikush që ka qenë përballë tij, edhe ne sigurisht duke i trajtu këto gjana, duke fol për to, duke u mundu në radhë parë na vetë me i apliku se jemi të firun për këtë punë, dikur të shndrohen në sjellje. Nuk e di apo shprehem drejt, shndrohet në sjellje dhe me kalimin e kohës pastaj për një mend bëhesh njeri njeri i këndshëm në mesin e njerëzve. Fundja, edhe nëse nuk dim për ndonjë situatë caktume si ka vepru ose si do të kishte vepru pejgamberi alayhis salam shembull. Mjafton që njeriu me pas një parem është i rëndësishëm shumë. Nëse duhesh me u drejtu dikujt, le të jetë ai më i ri se ti ose më i vjetër se ti, qysh kishe pas qef ai tjetri me të drejtu ty. Do të thonë e vendos veten në pozicionin e tij. Kjo është e para, është e rëndësishme shumë, edhe në komunikim, edhe në trajtim të tjetrit edhe kështu me radhë, edhe të dallimi i gjeneratave e kemi një udhëzim profetik që thot nuk është prej neve ai i cili nuk tregon respekt për të moshuarin edhe nuk tregon mëshirë për trion. Edhe ti thash kujdo që i drejtohesh, ajo se do të jetë më i mirë se ti ose më i ri se ti ose më i vjetër se ti. Nëse është më i vjetër trajtoje me respekt, nëse është më i ri se ti trajtoje me dashamirësi dhe kësaj arrihet më e mira. Ndoshta nuk është e tepërt me e thonë edhe një gjë që disa urtake kanë thonë, nëse e takon një të moshuar që ka më shumë moshë se ti, thuaj i lumi ky ka bërë vepra të mira më shumë se on, ndërsa nëse e takon një më të ri se ti, thuaj i lumi ky ka bërë gjunaje më pak se on, edhe kësaj do të shtohet respekti për secilin. Sa është i hapur për hoxha për mendime ndryshe? Shpesh e trajtoj këtë temë, e trajtoj me keqardhje, me dhimbje, për arsye se si popull kemi mungesë të kulturës së komunikimit, të kulturës së debatit dhe të asaj që Islami e parashes si etikë të mospajtimit. Përballja mes mendimeve, padyshim që është gjë e natyrshme në jetën njerëzore. Jeta do të ishte shumë bajat, sikur të gjithë të mendonim njëjtë, të besonim njëjtë, të flisnim njëjtë, të dukeshim njëjtë. Do të thonë shumë monotone do të bëj. Allahu sikur të donte, walau sha'a rabbuka la hada an-nasa jami'a. Sikur donte Zoti do t'i udhëzonte të gjithë, edhe ne do të jetonim në një jetë fantastike, ideale, të mrekullueshme. Por çfarë vlere do të kishte xheneti pastaj, nuk do të na joshte xheneti mas kësaj. Ndërsa Allahu wala yazaluna mukhtalifin, Allahu ka thonë njerëzit do të jenë të ndryshëm, njerëzit do të jenë të papajtueshëm, mbase ato të përçarën situata të caktuara. Këtu tash vjen shpreha ajo që është mirë ta nënvizojmë. Ajo është se ku ka mospajtime, ndërsa ti si person, si individ ke pozitë në shoqëri, mospajtimi yt me filanin, me fistekun, do të më qenë shumë i vëmendshëm, shumë i kujdesshëm, për arsye se janë edhe 10 njerëz ose 100 ose 1000 që të shohin ti çysh po sillesh, ti çfarë çndrimi po merr. Edhe mungesa e maturisë në shoqëri mundet me kriju përçarje. Nihem keq kur i ndëgjoj njerëzit duke fol keq. Nihem njerëz kur i dëgjoj edhe i shoh njerëzit duke u shat, duke u ofendu për gjana që do duhet të ishin shumë më të afërt edhe më miqësor me njëri tjetrin, përpiqem të mos ndikohem edhe konsideroj se ja kam dal dikush ndoshta e merr këtë mungesë kurajo, mungesë guximi, thotë ju s'prononcoheni, ju s'reagoni, ju kështu. Njëherë kam thënë dikon po duke i pa çiftat tu si reagojnë, çysh s'dohet, pastaj po ma irriton reagimin, s'po lën hapësirë me reagu njerëzit e mençur edhe ata që do të reagonin si duhet. Pastaj reagimi nuk është pjesë e aktivitetit tim, se reagim është veç situata shumë të veçanta, pjesa tjetër e jetës duhet të jetë aksion, jo reaksion. Edhe njerëzit nuk është se e kuptojnë këtë. Moto të jetës time në këtë aspekt e kam udhëzimin profetik që thot mos e thuaj një fjalë për të cilën nesër ke me kërku falje. Do thonë mundohu mos me thonë diçka që nesër dosh me thonë më fal se jem ngut, kom gabu, nuk i kam atë fjalë. Edhe pse kërkim falja është njerëzore, unë personalisht e aplikoj në jetën time. E kam bërë edhe publikisht, njëherë kom fol diçka për psikologji, edhe pastaj publikisht kom insistu, vetë kom insistu publikisht me kërku falje, e kom bërë një deklarat njëherë në hutbe,
besimtari nuk e di çka është stresi, depresioni e kështu me radhë. Pastaj më tepër se 10 viteve më ka një vrejtje për një motre, nuk e di kush është. Po me shumë kompetencë dhe me shumë edukate kishte shkru, kam insistu që të lexohet në emisionin live që e kam në PIS TV, edhe fjala e parë që e kam thonë kështu është kur hyn njeri në mal pas akic. Kështu është kur njeriu flet për një lami që nuk je kompetent. Unë mund të citoj diçka për psikologji ose për kështu me radhë, por ta citoj dikën që është kompetent, po jo të flas vetë. Edhe ajo është një prej gabimeve që e kam pranuar publikisht, edhe nuk e përsëriti më gjithsesi. Hoxh, unë të falenderoj për këtë pasqyrim kaq dinitetshëm për jetimeve tua, sa sfiduese edhe aq të bukura e frymëzuese e të frytshme. Isha shumë e nderuar përballë teje dhe të falenderit shumë. Faleminderit edhe juve për respektin. Punën që po e bani, Allahu e bekoft. Ju dhash sukses, shpresoj që të gjej pranim edhe te masa e gjanë. Allah.